Edhe ngritja e ulja e peshës ka emrat e vet. A e ke po na herë na e kënd të ta demonstru një ushtrem edhe thot çu peshën shpejt e shoh ka dal. Me njërin anë jetu e kontraktu për ato e shkurtu muskulin komplet, në pjesën tjetër të lëvizjes jetu e zgjat. Kontraktimi i muskulit gjatë ushtrimit quhet lëvizje koncentrike, se jetu e koncentru një muskull specifik për me manipulu ngritjen e peshës për benefite estetike ose për forcë. Kurse zgjatja quhet lëvizje ecentrike, në momentin kur jetu e kontrollu mënyrën se çysh e lëshon çat peshë prapë prej pikës B në pozitë fillestare. Të dyjat e kanë rëndësinë e vet kur vjen puna më bë më fort, me pas muskuli më shumë qëndrueshmëri ose në aspektin hipertrofik. Shpesh herë fillestarët fokusohen vetëm te pjesa koncentrike e kjo bën që lëvizja mos mu duk mirë. Nëse dënë me që lëvizjen në një nivel sa ma profesional, mënyra ma e mirë është me numëru deri në 3 gjatë kohës që jetu e lëshu peshën. Zbën me lon peshën me ra vetë. Do është ti me konë në kontrol të peshës e jo me lon peshën me të kontrollu ty. Nëse s'mon është me bo një lëvizje si pull-up edhe dënë me fitu fuqin që ato shtrem, që ka mon është ti me bo është me fillu vish me disa përsëritje ecentrike derisa ta fiton stabilitetin e mjaftueshëm me bo atë lëvizje. E nëse dënë me rrit intensitetin pas arritjes në dështim, merë dikën mrapa në ushtrime si benchi që të ndihmon në koncentrik edhe të lënë me bo ecentrikun vet. E nëse dënë me ditë hala ma shumë si kjo, bënë follower bani në çdo platformë sociale se dhe subscribe në tim.